Zonja dhe zotrin, mirë se erdhët në apartamentin 2XL. Ky është një spektakël ku aktorët janë pas skenar. Aktorët din vetëm fillimin e historisë dhe atë që ju sugjeroj unë në kufje. Unë do t'i vë në provë, do t'i urdhëroj në kufje dhe ata në detyruar të më binden. Është një spektakël i bazuar mbi improvizimin, lishmërinë dhe spontanitetin. Her pas here, aktorët do të kenë të ftuar surprizë. Zonja dhe zotrin, le të filloj shfaqja. Përpara jush Pjetrian Zenelaj, Julian Deda dhe Erman Mamashi. Kemi të parësin. Po ti si grua më të... O, një grua të... Gëzuar. Ti jetja grua. Gëzuar. Ti jetja... E që është 8 marsi? Gëzuar. Kujdes se sot është 7 marsi, kemi dhe 7 marsi, Për 8 marsi? Gëzuar, 8 marsi, gëzuar. Ciao. O Erman, Po, se ke zgjedhur vetëm burra për 8 marsin? pri se gjeta një zyshë. Se nuk është fisha e bafit kjo? Jo, është e mamit Erman. Vjen që zyshë. Gjithuar të bire për zysha. Ja, okej. Gjuar. Sa qurat me qeni, ktheu një në skjetë tani se duhet të fillojmë spektakl. Ermali, lule shitësi i vogël, hajde. Atëre djema mirë mbroma. Mirë mbroma. Hidhi, më kanë ngel to. Hidhi. Hidhi, okej. Kush i ka këto do martohet javës tjetër? Gati? Hidhi mi. Gjojmë telefon. Ermali të marton, kujdes. Atëre, djema. Ai çuni do martohet me ato dyja. Okej. Juli, po si lenjer këto më Juli. Kanë dalë mod martesa treshe, Dgjoni. Sot është 7 marsi. Po. Ju si keni pasur raportet me mësuesit? Na tregoni në një histori të fëmijërisë suaj të hershme. Unë kam shumë frikë dëgjoj historitë e Julit. Jo. E na tregonin. Go. Po ja për shembull vinin këto prindrit, kështu në takim me prindër. Po. Edhe shkonin te zysha matematike, se matematikën e kam pas kështu dysh me mik. Edhe i thoshte zysha jo, ky djali juaj është shumë inteligjent. Ky nuk është se s'di, po ky s'do. I thoshte prindi, jo, ky nuk di. Ishte thjesht edhe unë me vërtet nuk di, atin edhe... Unë turi jam majtosh edhe normalisht duhet shkruaj me dorën e majt, mirë po në vitet 80 kur kam bërë unë filloren, ishte sakrilegj të shkruaj me dorën e majt, kështu që më ngrinte zysha ndras e thoshte Genti kape shkumsin, dhe kur e kapja me dorën e majt, e keni pa filmin Shtëpia e Thikave Fluturuse? Vinte një tomahawk, edhe më ngule kështu. Vinte vizoria. Si ja bëra pastaj? U rrita dhe vazhdova shkruaj me dorën e djathtë. Ja futa. Atëherë, takimi me prindër, mami im dhe mësuesen e takimit me prindër. Kundërtarja quhet ndonjëherë. Se shkolla ka pas gjithmonë një mësues që ishte vetëm për takimet me prindër. Po, edhe më thoshte, sot bëri shumë zhurmë, edhe i futa një, mami, 2 të kishe futur. Po tani si ndonë mbas 90-s Ermal? Tashi në vitin 2010 për shembull, një shoku im, që e takova para 2 ditësh, da isha takim me prindër, tha, edhe i kishte gjuajtur një zysh gocës, i kishte gjuajtur në shpull. Dhe takimi prindër ishte kështu, kush të gjujti të keqen babi? Goca kështu, futë bjerë. Okej, mirë, emisionin e sotëm. Gjërat vogla, gjithsesi ato zysha jo kanë bërë kaq sajeni dhe jo kanë bërë kaq aktor të përkëllueshëm, kështu që zyshat punit mbeten shumë mira për gjithë zyshat një duar trafike, hajde. Për ti humorit. Edhe presorë, jo vetëm zyshat. Mirë, djema, sot do e fillojmë me mesazhe promocionale. Së pari dua një reklam për QT-un. Qendër Tregtare Univers. Me komand. Po, me komand, sigurisht. duhet iki, jam shumë vonë. Do iki ke qëtë uja. Pse më vlo? Ja, ka ullje çmimesh. Me të vërtet? Po. Jo, Ka dalur dhe koleksioni i ri i veshjeve në QTU. Wow! Të marrojmë shfaqjen një herë, pastaj të premtoj që do marrim shumë. Jo, premtoj që do marrim. Jo, duhet iki. Çdo moment është i kot pa QTU. QTU, jo vetëm blerje. Okej, do mbyllim komunikimin me sallën. Djema,
Tashmë na performoni një reklam të Eagle Mobile. Po. Ja më tash. Po. Tash. Se mësova kur. I qëtë kjo më. Okej. Merrni më mirë në telefon, se ju bie më lirë. Okej. Djema, na performoni një reklam të një banke. Bank. Të një çfarë? Të një banke. Alo? Ju marrim nga banka jonë. Kredia juaj u 6 fishua. Alo, Zoj! Kush jeni? Sa po i thash burrit tuaj që kredia juaj u 6 fishua? U idiot, më vrave burrin! O flutra! Jon Beni. Kush Jam Beni mi dashnori. O, Beno, hajde se vtish. Një dashnor në bank, ju heq burrin qafe. Na bëni një reklam të një firme që shet vegla pune. Okej. Të nderuar klient, eni tek firma jonë sepse ka çekiç të çfarë do lloji. Urdhoni i dashur. Çfarë dëshironi? Dua të blej një çekiç. Tjetri? Dua të blej një çekiç nga firma juaj. Të thuash çekiç nuk i thën asgjë. Një çekiç nga firma juaj? Po. Ky është një çekiç modern. Është çekiç me 2 anë, mund ta godisni edhe. Pra, po ta shikoni, ky e ngul goshtën me 1 anë. Ja, mund ta provoni një goshtë. Boje mirë, rrihe vetë. Djema, na bëni një reklam tjetër celularësh. Prap celular. Ky është Pasi motra ime fitoi konkursin e bukurisë, vendosa ta shpall miz bota. Dhe i bëra telefon të gjithë miqve që njoh. Motra e shëmtuar, të premte në Vision Plus. Djema, na bëni një reklam për kosin. Hyrmi! Sot ndjem shumë e fryrë. Ndjesh e fryrë? Edhe unë ndjej atje e fryrë. Por tashmë, unë e kam gjetur zgjidhjen. Ja, hani një kos frutash. hapse konservash për kos frutash. Na bëni një reklam për një kompani sigurimesh. Prap. Me pensionin e shtetit mondial. Ja, le, nuk është kjo. Nuk është kjo. Pse shej plaku që është në pensionin e shtetit mondial? Asaj është më marrë me këtë. Gjyshi, nuk e arrit dot. Se s'është e pastër akoma.
Në qoftë se nuk doni të siguroheni, lyeni sjetat me antidjerës. Ha, Mi ishte? Na bëni një reklam. Për? Salamin. Jo, na bëni një reklam për një tjetër bank tashmë. Pra bank? pra banke. Di unë një kështu. Jam Lavdia. Fillimisht Është mesazh promocional. Jam Lavdia. Fillimisht shisja në treg. Tashmë me kredin që morëm në bank, flem tek burri i motrës. Dyqani u mbyll, por ne kemi akoma kredin për të paguar. Burri i motrës na do shumë. Ai na çan burrin. Më fal? Apo ka prap? Shisja në treg. Lavdia jam. Atëherë në bankën tonë mund të gjeni kredin burri motrë.